do të faktorizohen dhe bushit shumë sakt thashtë më herët që LDK në zgjedhjet lokale kaloi parave të vendosjes edhe me nivel të votës, në nivel të diasporës. Andaj ne presim ta quajmë një befasi për shkak se duke kalkuluar edhe PDK-n si aleat strategjik sa i përket pjesës opozitare, ne presim edhe nga PDK-ja që ketë refleksim, mos ndahet vota për shkak të Drenas që jetë një listë unifikuar e Partisë Demokratike. Unë e pres që edhe zoti Limaj të jetë pjesë e Partisë Demokratike me disa antarë, sepse shpërndarja e votës në zonën ku vjen Drenasi, Malisheva dhe Shtinja, edhe një pjesë e Rahovecit realisht Partinë Demokratike e gjun parti tretë. Andaj elementi i kësaj është që Partia Demokratike e din me saktësi që nuk u zën. Kishte zotin Limaj edhe para kësaj rrode, po nuk jo, do partia realisht tretë. në rast se fut zotin Limaj në koalicion. Ai në kalkulimin e votave, zotin Limaj ka në stokun e vet të votave rreth 20.000 vota. Sa i përket nivelit qendror po flas. Në rast se Partia Demokratike fut 20.000 vota, po duhet dalte kjo pjesa 100.000 votave që fola më herët. Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Aleanca, lufta speciale ka me qenë të thyrje